Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut xhaleshanuhu, krijuesit të gjithësisë, Zotit të vetëm. Ndërsa salavatet me të përzemërta qofshin mbi bishtarin ndriçues, mbi vulën e pejgamberisë, mbi të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët, familjen e tij të pastër, si dhe mbi të gjithë ata që të përvetuar do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuar xhamat, jetojmë në një kohë e cila është kohë në të cilën njeriu është shndruar në një qenie materialiste. Kohë në të cilën materializmi ka kapluar karakterin e njeriu. Kohë në të cilën vlerë primare njerëzore janë interesat, pravavija. Kohë në të cilën njeriu është shndruar në një krijesë egoiste që mendon vetëm për vetvete. Në një krijesë prepotente që ndjen veten më të fuqishëm se gjithçka tjetër. Në një krijesë prepotente që ndjen veten të pavdekshëm, ndjen veten të pahundur. Në një kohë ku ky njeri i shekullit tonë Islamin, Allahun Azza wa Jalla dhe të dërguarin sallallahu alaihi wasallam e kanë lënë të fundit në radhë për të pritur para shumë gjërash të tjera. Është normale, është ligji i jetës që njerëzit në bashkëjetesën me njerëz të tjerë të ndikohen reciprokisht njëri me tjetrin. Populli ynë historikisht ka qenë i detyruar të lëvizë, të marrë rrugën e mërgimit dhe të bashkëjetojë me njerëz dhe kultura që nuk janë të veta. Dhe si rrjedhoi e kësaj të ndikohet nga këto kultura. Mirëpo, diçka interesante dhe kundërt nga ky ligj reciprok i kombinimit dhe dhënjes e marrjes së ndërsjellë të vlerave midis kulturave dhe njerëzve, është fakti se për dallim nga njerëzit e kultura të tjera, popullata jonë ka dëshmuar të jetë thithës vetëm i atyre vetive negative dhe i atyre dukurive negative të shoqërive, kulturave dhe njerëzve me të cilët ne bashkëveprojmë. Për dallim nga shoqëritë tjera të cilët ndërmjet veti këmbejnë vlera pozitive, ne jemi dëshmuar si thithës të vetive negative. Dhe kështu ne, në këtë shoqëri në të cilën u detyruam të jetojmë pranë Perëndim, nuk morëm prej njerëzve të Perëndimit vetit pozitive të punës, paloshmërisë, angazhimit, të precizitetit në punë, por ne në të kundërtën. U treguam, si shkam edhe më parë, thithës të gjitha vetive negative, duke marrë nga këta atë amoralin, pashpirtësi, materializmin, dhe duke humbur ato vlerat esenciale islame për të cilat na porosit Allahu xhaleshanuhu në Kur'an dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij. Njerëzit e shekullit tonë të ndikuar nga ajo që vetë ata lejuan të ndikohen prej saj dhe morën prej kulturës së Perëndimit më të keqen e saj, haruan Zotin, haruan Allahun xhaleshanuhu, haruan ta përmendin atë, haruan se edhe këta janë krijesa, janë thjesht të krijuar që dikur filluan jetën e tyre dhe që ky ligj i jetës që Allahu xhaleshanuhu e ka përcaktuar do t'u sjellë fundin e jetës së tyre. Dhe se edhe ata një ditë do të humben dhe do të jenë një hiç, si ata që ishin para nesh dhe për të cilët kanë mbetur vetëm kujtimet. Ky njeri i shekullit tonë e ndjeu veten të pavdekshëm dhe ndjeu veten se gjithçka që ka në këtë botë ai do ta ketë me vete gjithmonë, duke u shndërruar kështu në një krijesë që do të luftojë pamërshirshëm për të arritur interesat materiale dhe interesat tjera që kufizohen vetëm në këtë botë. Duke haruar plotësisht botën tjetër, idealin, interesat e përhershme të asaj bote e cila na pret pas derës, thënë në mënyrë simbolike, sepse jeta e kësaj bote, si thot një thënie e urtë, nuk është më e gjatë, edhe siç ka thënë Nuhi alayhis salam, nuk është më e gjatë se sa të hish prej një dere të një shtëpie dhe të dalësh nga dera tjetër. Dhe këtë gjendje të këtillë të ummetit tonë, sikur e parashikoi enciklopedia jonë e pashtershme. Burimi i pashtershëm i zgjidhjeve të gjitha çështjeve tona. Kurani i gjallë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili siç transmeton Enes ibn Maliku, një ditë doli para sahabëve dhe mbajti hutben të cilën ne e zgjodhëm sot që të jetë tema jonë për të analizuar atë.
dhe të shohim se si kjo hutbe, si për ironi, e përshkruan 100% gjendjen e ummetit sot, në të cilën jemi ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli para njerëzve dhe tha: "Ya ayyuhan nas, ka'anna al-maut fiha ala ghayrina qad kutib." O njerëz, sikur vdekja në këtë botë të jetë e caktuar për dikë tjetër, e jo për ne. وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون. Dhe sikur ata që ne I përcjellim prej të vdekurve, të vdekurit që ne I përcjellim, të jenë vetëm udhëtar që së shpejti do të kthehen tek ne. نبوئهم أجداثهم ونأكل من تراثهم كأننا مخلدون بعدهم. I varrosim ata dhe I lëmë në varet e tyre, e ham trashëgiminë e tyre, sikur ne të jemi të përhershëm pas tyre. وكأن الحق فيها على غيرنا قد وجب. Sikur e vërteta të mos jetë për ne, por të jetë për dikë tjetër. Dhe kjo është gjendja në të cilën jemi ne sot. Sikur fjalët e Allahut xhallashanuhu në Kur'an, kur ai na thotë: "Esta'idhu billah, bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un." Çdo shpirt, çdo njeri do ta shijojë vdekjen, pastaj tek ne do të kthehet. Sikur ne këto fjalë të mos I ndjejmë se janë për ne. Sikur këto fjalë të cilat Allahu xhallashanuhu na I thotë në Kur'an, të mos ishin të thëna për ne, por për dikë tjetër që as ne vetë nuk e dimë se kush është ai dikë tjetër. Sikur Allahu xhallashanuhu të mos na ketë thënë në Kur'an: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur. I lartësuar është ai në duart e të cilit është sundimi. Ai është I mundshëm për gjithçka. Ai që krijoi jetën dhe vdekjen për t'ju sprovuar se kush prej jush do të jetë më I mirë në vepra. Ai është I gjithëmëshirshëm. Ai është falës I madh. Sikur kjo sprovë dhe këto fjalë të Allahut kur thonë cili prej jush, to mos ishin për ne, që pretendojmë dhe themi dhe deklarohemi se jemi ne ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se jemi ne ata të cilët Kur'anin e kemi libër tonë, se jemi ne ata që rrahim gjoks, se jemi besimtar, që jemi të vetmit që besojmë drejt Allahun xhallashanuhu dhe të dërguarin e Tij. Por nga ana tjetër, krejtësisht kemi harruar këto fjalë, sikur këto të mos ishin thënë për ne, por sikur të ishin thënë për dikë tjetër. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutben e tij dhe thotë: "Nesina kulla wa'idha." Harrojmë çdo këshill, çdo fjalë dhe çdo këshill që na thuhet. Ne jemi bërë si beshqit që kanë memorje vetëm 10 sekonda dhe harrojmë ato se marrim parasysh. Thjesht jemi bërë ashtu siç Allahu xhallashanuhu na porosit të mos bëhemi, kur na thot në Kur'an: "Wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Mos u bëni si ata që thanë dëgjuam dhe nuk dëgjojnë. E ne si për ironi, dhe sikur duam ta kundërshtojmë Allahun xhallashanuhu, ne jemi bërë të kundërtit të asaj që Allahu xhallashanuhu kërkon prej nesh. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Wa aminna kulla ja'iha." Ndjehemi të sigurt para çdo fatkeqësie, ndjehemi të fuqishëm, të pamposhtshëm. Dhe harrojmë se Allahu xhallashanuhu na thot në Kur'an: "Wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu." Nëse Allahu dëshiron të të bëjë një vështirësi, të të dënojë me diçka, të të rëndojë me diçka, s'ka kush që mund të të lirojë nga ajo, s'ka kush që mund të shlirojë nga ajo. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu është I mundshëm për gjithçka. Inna Allaha ladhu iqabin alim. Iqabin azim. Na thot Allahu xhallashanuhu në Kur'an disa herë, Allahu ka dënim të dhëmshëm, dënim të ashpër. Ne I harrojmë gjithë këta dhe ndjehemi të pasigurt para fatkeqësive të kësaj bote, duke harruar atë me cilën na porosit Allahu xhallashanuhu dhe pejgamberi I Tij. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ofron zgjidhjen për të dalë nga kjo situatë. Na mëson se ç'duhet të bëjmë, si duhet të jetë një musliman I vërtetë. Dhe thot: "Tuba liman shaghalahu uyubuhu an uyubin nas." Lum për atë
që preokupojnë mangësitë e veta dhe merret me to, e nuk merret me mangësitë e tjera. E për këtë që njeriu duhet të merret vetëm me atë që është punë e tij dhe mangësia e tij, e jo me punët të tjera që s'kan të bëjnë me të. Na porosit edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër të tij ku thotë: "Min husni islami al-mar'i tarku ma la ya'nihi." Prej bukurisë së Islamit, domethënë Islamin e një njeriu e zbukuron, e bën të bukur fakti që ky musliman, ky bartës i këtij Islami e lë atë që nuk ka të bëjë me të, që nuk i intereson, që thjesht nuk ka lidhje me të. E lë atë që nuk është punë e tij dhe është punë e huaj, dhe merret me atë që është punë e vet. Sepse përndryshe marrja me mangësitë të tjerëve duke lënë anash vetën, do të ishte ajo që në Islam quhet gibet, përgojim. E për përgojimin Allahu xhalla shanuhu në Kur'an thot: "Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuhu." Thot: mos bëni përgojim njëri me tjetrin. A dëshiron dikush prej jush të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur? E krahason përgojimin, pra marrjen me të vetat e tjerëve në vend që të merremi me tonat, Allahu xhalla shanuhu e krahason me ngrënien e mishit të vëllait tënd të vdekur. Dhe pastaj thot: "Fekeritumu", ju e urreni atë. E nëse urreni të hani mishin e vëllait tuaj të vdekur, largohuni nga përgojimi, se kjo është edhe më e keqe se ajo. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ligjëratën e tij dhe thot: "Tuba liman anfaqa malan iktasabahu min ghayri ma'siyah." Lum për atë që jep nga pasuria të cilën e ka fituar me nder, e ka fituar me halal. Bujaria, zemërgjërsia dhe të dhënit e pasurisë është një nga cilësitë kryesore me të cilët Allahu xhalla shanuhu i cilëson besimtarët në shumë ajete kuranore. Allahu xhalla shanuhu kur i cilëson besimtarët në Kur'an thot: "Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ata që i besojnë gajbit të fshehtës, që falin namazin dhe nga ajo me cilën i kemi furnizuar, ata japin në rrugt të Allahut. Në shumë vende të tjera Allahu xhalla shanuhu në Kur'an kur përshkruan besimtarët thot: ata që japin në rrugt të Allahut, alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra, që japin fshehtas e haptas në rrugt të Allahut. Dhe na tregon në Kur'an se e vetmja mënyrë për të arritur mirësinë, për të arritur sevabin, për të arritur të ngritemi tek Allahu xhalla shanuhu është duke dhënë nga ajo me cilën Allahu na ka furnizuar. Dhe na thot: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." S'do të arrini mirësinë asnjëherë derisa të jepni nga ajo që e doni, nga ajo që e keni për zemër. Atëherë do të arrini mirësinë e Allahut xhalla shanuhu. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Wa jalasa ahla al-fiqh wal-hikma." Dhe ai njeriu që rrin me njerëzit e mençur dhe të urtë. Dobin e të ndenjurit me njerëzit e mençur dhe të urtë, edhe nëse ne nuk jemi të tillë, na tregon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Shembulli i shokut të mirë dhe të keq të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është si ai tregtari që shet misje, që shet parfyme dhe ai farktari. Nëse shoqërohesh me atë që shet parfyme, që shet misje, ai ose do të dhurojë një parfym me cilin ti do të zbukurosh vetveten dhe do të vijë aromë mirë, ose të paktën duke ndenjur me të në atë vend ku janë të gjitha ato parfyme dhe aroma të ndryshme, ti do të përfitosh, do të marrësh një erë të mirë, pra do të përfitosh diçka. Ndërsa me të kundërtën shembulli i shokut të keq është si ai farktari, me cilin po qëndrove afër tij, ose do të digjesh nga xizat e asaj me cilën ai punon, ose të paktën do të marrësh një aromë të keq, do të vinë një erë e keq. E kështu është edhe qëndrimi me njerëzit e dijshëm dhe me njerëzit e urtë. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Wa ahla adh-dhilli wal-maskan." Dhe të shoqëruarit, të përziherit me njerëzit e varfër dhe të ngratë. Të përzihesh dhe të shoqërohesh me njerëzit e varfër dhe të ngratë, të nderuar vëllezër, do të thotë të ndjesh modesti.
Sepse e kundërta, domethënë mos shoqërimi dhe largimi nga një shoqëri e të varfërve dhe të ngrahtëve, do të thotë ta ndjesh veten të madh, mendje madh. E mendjemasia është cilësia që nxori iblisin nga mëshira e Allahut xhaleshanu. Nuk u nxori iblisin për gjë tjetër nga mirësia e Allahut xhaleshanu dhe nga mëshira e tij. U nxori sepse ai u sol mendje madh. Pse ti bëj tha nëse është dhe unë Ademit që është prej dheu, kur unë jam prej zjarrit. E mos shoqërimi me njerëzit e ngratë do të thotë që ky njeri që është i pasur e ndjen veten mendje madh, më të madh se ata që nuk janë si ai, që janë të varfër dhe të ngratë. E me këtë ai del automatikisht dhe vetëtiu nga mëshira e Allahut xhaleshanu. Dhe tjetra sepse mos shoqërimi me njerëzit e varfër dhe të ngratë do të thotë dashuri ndaj vetvetes. E për dashurinë ndaj vetvetes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, dashuria ndaj vetvetes, narcizoidi, i djeg veprat e mira të njeriut ashtu siç i djeg zjarri i trupit. E a ka më keq vëllezër se të punosh gjithë jetën e vetëm sepse i dashuruar në vetveten dhe ndjen veten më të mirë se gjithë të tjerë, gjithçka të bëhet shkrum me hi nga ajo që ke punuar, ashtu siç zjarri i djeg trupin. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: "Tuba liman zakat wa hasunat khaliqatuhu." Lumë për atë që ka moral të mirë dhe të bukur. Morali të ndëruar vëllezër është një vlerë, është vlera maksimale brenda Islamit. Është një prej qëllimeve për të cilin u dërgua edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muhammed alayhis salam në një hadith thotë: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Unë jam dërguar që të përsos virtytet e larta të moralit. Pra, kjo tregon shumë qartë vlerën e moralit në Islam. Dhe nga ana tjetër është morali cilësia me cilin ne mund të ngrihemi më së shumti se çdo cilësi tjetër. Këtë e dëshmon fakti që Allahu xhaleshanu kur e lëvdoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nuk zgjodhi për cilësitë të tij bujarin, as fisnikrin, as besnikrin, por tha: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Vërtet ti, o Muhammed, je në piedestalin më të lartë të moralit, je në nivelin më të lartë të moralit. Pra, morali është vlera maksimale dhe vlera më e lartë që mund të arrijë një musliman. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: "Wa tabat sariratuhu." Dhe që ka ndërgjegje të pastër. Të kesh ndërgjegje të pastër, vëllezër, do thotë të jesh i gatshëm të takohesh me Allahun dhe Resulin, sepse ti s'ke bërë të padrejtë ndaj vetes. S'ke bërë të padrejtë ndaj Allahut, s'ke bërë të padrejtë ndaj tjerë. Dhe ti je i gatshëm të takohesh me Allahun në Resulin. Dhe e kundërta, një ndërgjegje jo e pastër, një ndërgjegje në të cilën ne partim shumë padrejtësi që kemi bërë të tjerëve, nuk na le të gjejë të përgatitur për të takuar me Allahun në Resulin, sepse ne frikohemi si do të dalim para Allahut në Resulin derisa ne vetë dimë se ç'kemi bërë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lëvdon atë që ka ndërgjegjen e pastër. Dhe pastaj thotë: "Wa azala 'anil nas sharru." Dhe ai prej dëmit të cilëve njerëzit janë të sigurt. E lavdon pra njeriu për të cilit besimtarët nuk kanë frikë se do të dëmtohen, për të cilit besimtarët janë të sigurt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith e kushtozon të qenit njerëzit tjerë të sigurt nga veprat tua me të qenit musliman dhe thotë: "El-muslimu men salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi." Musliman është ai prej dorës dhe gjuhës së të cilit janë të sigurt njerëzit tjerë. Pra e kuptojmë se sa e rëndësishme është kjo cilësi, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk thotë cilësi e muslimanit është kjo, po thotë musliman është ai që e ka këtë. Që le të kuptohet se shumë pak musliman, as pak musliman është ai i cili nuk e posedon këtë cilësi. Dhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të hutbes së tij thotë: "Tuba liman anfaqa al-fadla min mali." Lumë për atë që jep të pricën prej pasurisë së tij. Për atë që ndan nga pasuria e tij, sepse bujaria dhe zemërgjërsia është një nga cilësitë e Allahut xhaleshanu. E muslimani e ka për obligim që cilësitë që burojnë nga emrat e Allahut xhaleshanu t'i vejnë në praktikë. Sepse nëse ne duam të mëshirohemi nga Allahu xhaleshanu, duhet të tregohemi të mëshirshëm ndaj robërve të tij. Nëse ne duam dhe kërkojmë bujarinë e Allahut xhaleshanu,
atëherë duhet të jemi bujar, zemërgjër dhe duardhën ndaj robërve të tij. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lëvdon atë që jep atë që i tepron prej pasurisë së tij dhe pastaj thot: "Wa amsaka al-fadla min qawlihi." Dhe që e përmban të pricën e fjalëve të tij. Do të thënë që u përmbahet fjalëve të tepërta. Njeriu që nuk flet aq sa nuk duhet, por që i mat fjalët e tij. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Kush i beson Allahut dhe ditës së gjykimit, ose le të flet diçka të mirë, ose le të hesht. Nëse nuk ke për të thënë diçka të mirë, atëherë hesht. Se heshtja është shumë më e mirë dhe shumë më e lëvduar se sa të flasësh fjalë pa vend, fjalë të tepërta dhe fjalë të gabuara. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund, në përfundim të hutbes së tij thotë: "Wa wasi'athu as-sunnah wa lam tastaqbil al-bid'ah." Dhe ai njeri i cili përmbahet dhe praktikon dhe e jetëson sunnetin tim dhe largohet nga risi, largohet nga bidatet. Ky sunnet për cilin na thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është Islami burimor. Islami burimor i pandikuar nga lëvizjet e ndryshme dhe rrymat e ndryshme që do të paraqiten më vonë, që do të paraqiten me mileniume pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do të pretendojnë vërtetësinë mbi të gjithë të tjerë. Do të pretendojnë se këta janë hallka e atij zinxhirit që lidhet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke anashkaluar atë që është vërtet Islam burimor. Atë Islam burimor që gjenerat pas gjenerate është trashëguar që nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një zinxhir të pashkputur. Islami burimor të ehli sunnetit dhe xhamatit, që është i pastër nga të gjitha ata rryma që u paraqitën më vonë nga dietarë që dolën me ide të shfrenuara, me ide të çorroditura dhe që tentuan vërtetësinë dhe shpallën për të pafe të gjithë besimtarët të tjerë, të gjithë ulemat e ummetit. Është ky Islami burimor i sunnetit dhe xhamatit që ne kemi trashëguar brez pas brezi. Se ne nuk jemi musliman që sot. Ne jemi musliman të paktën që 6 shekuj. Ne nuk jemi musliman të djeshit që të na vi sot një lëvizje e re në trojet tona, në mesin tonë si shqiptar dhe të na mësoj si të falemi, të na mësojmë si të jemi musliman. Ne kemi mësuar Islamin nga burimet, nga dietar burimor. Nuk e mësojmë Islamin nga dietar të etur për pushtet, nga dietar të etur për famë e për end. Ne kemi mësuar Islamin ton burimor dhe tradicional dhe e ruajmë atë nga bidatet dhe risit që paraqiten nga çdo lëvizje e re që paraqitet dhe sulmon ehli sunnetin dhe xhamatin. Është kjo ajo me cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur në fund të hutbes së tij. Unë në fund ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që treguat. Allahu ju shpërbleft për prezencën tuaj. Wassalamun ala al-mursalin. Ridwan lillahi al-Fatiha.